Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu at-taslim ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të nderuar vëllezër dhe motra, fillimisht Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Elusim Allahun e manduar që çdo takim të bëjmë ku mblidhemi, ku përfitojmë, Zotit na bën mundësi që të afrohemi tek Ai, të shpëtojmë punë të mira, të përfitojmë dunja dhe këto ne të gjejmë nesër tek Allahu si shpërblim e ngritje e sebeb për kënaqësinë e Tij dhe hyrjen në xhenet. Unë e falenderoj shumë hoxhën e nderuar, Allahun tim, për këtë mundësi, hoxhën Eduardin për këtë takim sonte në këtë xhami që konsideroj se e ka emnin tamam që shta kanë, Bleta. Bleta është punëtore, është e zellshme dhe prodhon vazhdimisht nektar të dobishëm. Dhe që edhe nektari i hoxhës është realisht i dobishëm që shëron zemrat edhe largon dyshimet e dilemat dhe çdo smundje që sjell shejtani dhe çdo kush që me të bashkëpunon. Në kuadër të temave që ne si besimtar kemi nevojë të flasim për to janë shumë tema. Kemi shumë çështje që duhet diskutuar atyre, të flasim për to dhe të informohemi si duhet për atë që na ka udhëzuar Allahu i mënduar dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam. Por pa dyshim se edhe pa kontestim dhe pas një dilim, tema më e madhe, më e rëndësishme, më e dobishme dhe tema që rreth saj sillen gjitha temat e tjera është tema e imanit, tema e besimit. Allah i mënduar ka folë për këtë temë në mënyrë të veçantë, pastaj me këtë temë i ka lidhë temat e tjera dhe mbi këtë temë i ka ndërtuar edhe të gjitha kërkesat, obligimet që i ka kërkuar nga robët e Tij. Keni pa çdo obligim që hoxha thotë Allah e ka bërë obligim, është ajo që keni besuar, është bërë obligim, ajo që keni besuar. Allahu na thret në emër të besimit, në emër të imanit. Ne duhet mësojmë për imanin të nderuar vëllezër, mirë po mësimi i imanit i ka dy binar, dy të më rëndësi. Por nëse njërit binar i japim më shumë për paraqitje tjetrit, nuk ka mundësi që të ecim mbi të. Se binar duhet të jenë paralel dhe afër një tjetrit. Nëse njëri është më i zgjatur se tjetri, nuk mund të qarkullon mjetin mbi të. Andaj ne kur mësojmë për imanin, mësojmë për kuptimin e imanit, mësojmë për kushtet e imanit, mësojmë për domethënien, për mbajtjen e imanit e kështu me radhë. Ky është një binar. Dhe binari tjetër i kuptimit të imanit është të mësojmë për funksionet e imanit. Ky është funksioni i imanit. Dhe cilat janë rolet e imanit në jetën tonë të përditshme. Ky pjesa e dytë është shumë e rëndësishme dhe e domosdoshme për kohën tonë, për faktin se shpeshherë ne në jetën tonë e shohim që imani nuk i ka ndriçuar të gjitha aspekte e jetës tonë. Në shumë situata e gjejmë që imani nuk funksionon. Nuk është aktiv. Prandaj ne duhet që ta aktivizojmë gjithmonë imanin. Jo vetëm imani të jetë aktiv më na sjell deri në xhami, por duhet imani edhe nga xhamia më na nxjerr. Jo imani vetëm në mesin e besimtarëve, por imani pastaj në mes të tjerë është jo funksional. Duhet të jetë imani funksionar, s'pam si Bleta, apo, por tjetë gjithmonë aktiv, gjithmonë funksionar. Si funksionon imani dhe funksionet e imanit, kjo është temë e madhe, por ndua të përmani një pjesë të kësaj çështje me disa udhëzime, shpresoj që të na bëjnë dobi. Të nderuar vëllezër, dietarët kanë thënë se imani është fjalë dhe vepër. Që në kupton është dije, njohuri që duhesh me pas, dhe është vepër që duhet të punosh në pas të kërkesave të imanit. E kur kemi tek veprat, atëherë çdo vepër realisht jetësohet përmes motivit, vullnetit. Njëri që s'ka vullnet nuk mund të prodhon vepër, përveç se imponuar dhe i detyruar. E Allah thot la ikrahe fi din, nuk ka imponim fe. Do në veprat nuk duhet të jenë të motivuara nga imponimi, nga detyrimi, por nga dashuria. Nga se kushti dhe shtylla më kryesore e imanit është dashuria.
Pastaj është frika dhe shpresa. Dietarët kanë thënë se imani i ngjan një zogu, i cili për të fluturuar dhe për të lëvizur i duhen 3 komponente. I duhet koka për orientim dhe krahat për fluturim. Apo? Andaj në kohën të kësaj kanë thënë se koka e lëvizjes, ajo që bën orientimin gjithmonë ka me shku besimtari dhe tërheq ka duhet të dashnia. Nëse krahat janë frika dhe shpresa. Andaj orientimin e mbajmë me dashuri. E për të qenë të orientuar me dashuri dhe për të pas gjithmonë vullnet në zbatimin e obligimeve të Allahut te barekutaala, duhet që imani të jetë funksional. Se vetë imani funksional mundson që të jetë funksionale dashnia, frika, shpresa e kështu me radhë. Andaj si mund ta mbajmë gjithmonë imanin funksional me një fjalë, si mund që të garantojmë në vazhdimsi ambicie dhe vullnet të vazhdueshëm që jo vetëm ta diskutojmë çështjen e veprimit. Jo nga se kjo është e padiskutueshme, por ta diskutojmë çështjen e shtimit dhe ndikimit. Kjo është faza jonë që duhet të ecë përpara. Nëse vazhdimisht do të diskutojmë se a do zbatojmë këtë punë, a kena mundësi, jemi gjithmonë në nivelin e zbatimit, ne jemi mrapa. Shikoni për shembull si e kanë trajtuar këtë çështje sahabët e pejgamberit alayhis sallam. Aliu radiallahu anhu ka thënë, nuk e kemi bart gajlen, dertin e veprës, kur, ka qenë pa kontestueshme. E çfarë gale keni bart? Ka thënë të pranimit. Ka qenë të avancuar. Sa shumë musliman për shembull nuk e diskutojnë është e pranuar, por diskutimi jonë rreth veprës përfundon tek zbatimi. Tash na falem akşamin, do më zbatuam, por ndikimi i akşamit, përmirësimi i jetës me akşam, jeta pas akşamit, kjo është më pak e diskutueshme se pjesa e zbatimit. Ma tepër ja bartim gardin si me fal namazin, se si me funksionalizu namazin jetën tonë të përditshme. Sepse kjo është pjesë përbërëse e praktikës. Dhe Aliu thotë radiallahu ta'ala anhu, pjesën e zbatimit, kur se kemi diskutuar. S'ka qenë pjesa agjetës kur ke punë. Ka qenë punë e kryme me zbatimin, nuk diskutohet ke punë. Ka thonë Zoti mor fund. E çfarë gale keni pasur? Gala pranohet. E pranimi ndërtohet me bazën e ndikimit, përmirësimit, ndryshimit e kështu me radhë. Edhe na për shembull, niveli jon i diskutimit rreth obligimeve fetare ku ka arrit tek zbatueshmëria. A do e përfundosh? Kjo është arritje se as kjo s'ka qenë debat. Por sa kërë me diskutuar për zbatimin, sa ku? 30 vjet, 50? Jo, mjaftueshëm atë. Shiko, thot Ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu, kur ka zbrit ajetin surën Hadid, "Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah", a nuk ka ardhur që zemrat e besimtarëve tash të përulen e të nështrohen kur Allahu përmend. Kjo është fazë më e avancuar e zbatimit. Do të kur ky ka zbrit, edhe Allah na ka qortu për zemra të ngurta, thotë kemi qenë ngjishtat njerëz sa musliman kemi qenë. S'ka ky ajet nuk është i Medinës. Ky ajet është i Mekës. Andaj të dinamikën e përmirësimit dhe avancimin në adhurime për te zbatimit nuk mund të diktojmë ne. Për shembull 10 vjet të zbatimi, tani 5 vjet pak plotësi, tani rikthehemi. Jo, këtë dinamikë kush e përcakton? Feja përcakton, Allahu e përcakton. Dhe na alhamdulillah jemi në nivelin e zbatimit. Dhe kjo fare nuk diskutohet më. Nuk diskutohet më. A është çështje në tavolinë e jona, a kena me falë Yacin apo jo? Sa është çështje më fare ato. Andaj kur diskutimi? Diskutimi është si të ndryshojmë me Yacin. Jo ato të falim Yacin. Kjo ka marrë fund. Prandaj të flas për në nivel më të avancuar të imanit, që imani të jetë funksional jo vetëm në nivelin e zbatueshmërisë, që imani të funksional vetëm sa për zbatim të urdhave, jo. Po imani të funksional në aspektin e ndryshimit, avancimit, përjetimit, ndikimit, faza që tregojnë domethënë avancimin e besimtarit në aspektin e imanit. E për këtë kallëzime, ka shumë që duhet të kemi parasysh, mirë po, unë dua të përmeni disa për tyne, si mundemi ne të garantojmë lëvizjen nga pozicioni i zbatimit drejt avancimit ka ndryshimi, përjetimi e kështu me radhë. Të kemi më shumë vullnet se për të zbatu, të kemi vullnet edhe për të ndryshu. Të kemi vullnet edhe për të ndiku nga adhurimet. Ka disa faktorë që duhet të kemi parasysh.
Në të përmend disa në fjalë, nuk është këshillë të përgjithshme, Lusllan të mund të mbitë gjithë me këtë. E para është ndërru vëllezër, ajo që t'jep motiv, t'jep vullnet, të shtuar, që edhe të zbatosh, pa të shkosh përtej zbatimit, tek jetësimi dhe pretimi e adhurimit është njohja e Allahut mënduar. Ta njohësh atë që për te e bën këtë vepër. Kush është Allahu te barekuhu teala? Kush është Zoti xhallahu ala? Dhe përgjigjja, për shembull, është e pamjaftueshme me zbatim. Është e pamjaftueshme me zbatim. Disa dietarë kanë thënë shembull këtë pikë praktik nga jeta e përditshme. Për shembull të ndodhë. Nëse den treg me ble për shembull djath. Ha? Për me ble djathin, çka bën të spari? E shijon një pjesë vogël. Apo. Nëse të pëlqen shumë, çka bën? E blen 10 fish në kafshata që ke kërku. Apo? Thosh 1 kilogram jo, 3 kilogram, që ka ishte shumë. Ashtu? E shijon një produkt caktuar, thosh 2 qese. Don, shija e parë sjell shtimin. Nuk të pëlqen falënderës, që ka mirë, po nuk. Këtë është në shijimin e parë. Apo. Allahu xhalla xhelaluhu e ka bërë namazin don shijim të ëmbëlsisë së komunikimit me të. Me namaz domthon ti e shijon ëmbëlsirën e komunikimit e lidhjes me Allahun. Po të pëlqeu shija, vazhdon pas namazit. Po nuk të pëlqeu shija, sa është ngarkesë pak e hidhur, hamna zbatu me falëm, vazhdim tutje. Cila është opsioni? Nëse të pëlqen komunikimi, vazhdon tutje. Lidhjen e zemrës me Allahun te barekuhu teala. Për grasi ka thonë pejgamberi alayhi sallam për ata, hoxha jo ka shpjegu, 7 persona që do të jenë në hijen e Zotit ditën e gjykimit. Ata do të jenë mbrojtur, të privilegjuar. 7 persona. Njëri nga ata cili është wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Njeriu që zemrën e ka të lidhur për xhamie. Pse ka zemrën për xhamie? Zemra ti një herë ka në xhami, veç nuk del më. Këto zemra e trupit shko ti puno, shko ha. Prap kthesh te kune, kemi takim veç kohë namazeve. Zemra këtu rrin. Ama njëri që vjen me zemrën në xhami dhe prap e merr zemrën jashtë në treg, apo e prap e kthen në xhami, kjo zemër lodhet. Nuk ka mundësi zemra me përjetu tërë këtë aktivitet në gjeshur, dunjo, ahiret, njerëz, jo. Zemra në xhami. Për këtë arsye dhe ka thënë dietarët se kur bie fjala për namazin, nëse njëri gabon namaz, çka bëva kia? Bën se visejtë, apo? Mos se visejtë, se gabon. Pse gabon? Po se shikon me atë ty. Apo? Atja për çfarë tretë apo të katërt, ku jam? Apo? Apo se visejtë. Gabon? Njëri. Mirë. Zamra bën se visejtë. Jo. Dietar kanë se zamra një herë bën sejdë. Veç, si ka 2 sejdë, një. Njëherë i nëshot Allahut kur beson, edhe kur e thëtë Allahu ja e jetu e nefsul mutmainna, o ti zamër e pastre, shpirti qetësuar, këthau të Zoti për xhenet, që atëre që në kokën, e dhe për gjamisat. Andaj, na e kërkëm këtë nivel të përjetimit, për shkak se e kemi shuju mbëlsin. Kur e ka pyet Ebu Sufjani, Herakliu, kur e pyet Ebu Sufjanin, dini Ebu Sufjani ka qenë armik i pejgamberit sa. Ka udhëtuar në vende ndryshme. Kur ka shkuar në Damask, ka dëgjuar mbreti i bizantinëve se ka ardhur Ebu Sufjani dhe ka lajme të freskëta për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga sa ata kanë ditë se ka marrë pejgamber. Sa ka qenë pyetja që ka bëu. Janë shumë interesant pyetjet, se shumë me kujdes i ka përzier pyetjet Herakliu për t'ia bërë Ebu Sufjanit. E ka ditë. Një nga pyetjet, ka thonë, ata që ndjekin janë të pasurit apo të rëndontit. Ata që ka ditë tamam ku me pyet. Një nga pyetja i ka thënë, ata që ndjekin a ndodh me u largu? Standard. Ata që ndjekin a ndodh për shembull u dëshpëru gabim që kemi ndjek, si ka se kemi prit, për shembull a ndodh? Ka thënë jo. Jo. Si e ka komentu këtë qëndrëshmëri dhe stabilitet Herakliu, ka thonë, kështu është puna imanit.
Iman është kjo. Kur prek thellësinë e shpirtit. Kur e shijon ëmbëlsinë e adhurimit, nuk ndahet më. Kur e shijon ëmbëlsinë e komunikimit, nuk ndahet më. Nuk ndahet më. Prandaj kur pejgamberi i ka nxit sahabët që të bëjnë dua, ka thënë se Allahu i hidhërohet nëse nuk e lutni. Kjo inkurrent për ta lutur Allahun vazhdimisht. Ka thonë sahabët i dhe nuk thirr, atëre përshtojnë, kanë Allahu akthar. Ju sa të shtoni lutin, Allah ka edhe më shumë për t'ju. Shtimi i lutjeve të juaja nuk e harxhon çka ka te Zoti. Po sa të shtoni lutjet, shtoni përfitimin atë. Sa të shtoni komunikimin, e shtoni përjetimin atë. Që e para është ta njeh Allahun, kush është Zoti yt? Për kë po falesh? Për kë po sakrifikon? Nëse e shijon ëmbëlsinë e njohjes, nuk i mundsi pasaj të ndalesh, nuk ngopesh më. Andaj ka thonë Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, ka thonë law tahurat qulubuna ma shabi'at min kalamillah. Sikur të kishim zemrat e shëndosha, të pastërta, nuk do ngopeshin asnjëherë nga fjala e Allahut xhallahu ala. Sa është ushqim? Apo. Nuk është ngarkesë. Andaj njohja Allahut te bartëra për kë po sakrifikojnë, për kë po lutet kështu më. E kam pranë disa raste, një rast është i vërtet, e kam lexuar të disa punëtorë musliman që kanë punuar në një vend perëndimor. Dhe ka rastis që puna e rënd e ndërtimit të jetë në Ramazan. Ata nuk kanë prish agjerimin, kanë punu me zell, kanë punu me gjitha vërtetësit, edhe kanë agjeru. Pronari i kompanisë, disa e ka kërkuar ata me prish agjerimin nga se po lodhën. Ata kanë për neve është okej, në vazhdim tutje. Ata punë e kanë bu me zell si duhet, a i s'ka pas vërtetën punë, por ka pas një dëmshërije me sakrificë të tyre. Kur e ka pas tërë këtë sakrificë, që të mund të agjeruar shumë, praktikisht ushqimin, pijen, të lodhur, të ska pijet, të djersitur në punë krau, punë dore, punë e vështirë. Ka thënë, a bën unë me lexu për këtë Zotin ju kush o këtë? Që me dërë të shoh gjithë kjo sakrificë. E ka nënë Koranën. Aja ka lexuar për kushtim Koranën. Në fund të rrozë kur ka arë mas që ka lexuar Koranën, nuk ka arë me i lavdru muslimant. Ka arë me i qërtu. Ka thonë, të kësha pas këtë zë që keni ju, as natën së kësha flajt për ta. A e kuptan? Ta është për kuptej sakrificën. Diri para kësej, dhe sa nuk e njoh Allahun, ju do këtë sakrificë e madhe. Shumë e madhe, te për po sakrifikoni. Kur e njoh për kë për e bojnë, ta për këtë për javlej ka dhe gjumin me prisha. Për Allahun e vlenë o zënjët. A se vlenë për Zotin gjithë në vana? Me lonë haramin, me lonë për... Edhe halalin për Allahun e lojmë, nësa e kërkon. Në edhe ushimin për te e lojmë, edhe gjumin për te e prishim, vim sa va falemi. Nga se për Allahun e vlenë. Javlenë. A dhe sa ma ti për bindër se javlenë, ma këndë shumë eqë, ma zëllë shumë, ma të rëkija tërë. Sa ma e zbeti kjo javlenë, edhe jetë që është me e zbeti, me e lodhur. Dhe motivi është i lidhur me përgjigjin a javlenë. Jo gojora, se gjithë dim që po javlenë, jo, duhet këtë javlenë, zemra të pohon, shpirti të pohon, qenja të thot, javlenë o burë, që është javlenë? Andaj, për të vëtën, a javlenë për Zotin Gjellë Gjallu, wallah javlenë, javlenë. Andaj. Edhe gjithë shkjavlenë me Allah të barë këtërën. Njohi Allah të barë këtërën. Pasaj të, aja që ne motiv të madhë është edhe shpërblimi që na prath. Njëri ju është në basë shpërlimit. Unë e ka përmanë shpërshë një shambull në të kaluar, për shambull të në vëzër. Distanca Tiranë-Prishtinë është jo e shkurt, është në distancë afër 300 km, apo? Distancë e madhe. Mirë. Me të thonë dikush, a nisëm kom shabor. Edhe në kërë është, të në kom nuk nisë është, në thënë pjesë në të të Tiranës, nuk ka vlenë, e thush, nëse vjenë me mu të edhe 20 era. Ja, më falë, më. Nëse, shiko, refuzimi fillestar është i prerë, s'ka shansë, apo. Nëse shkon të rritë shifrën, a shkon duku dopsu kontestime, a duku fuqizu kontestime? Cëla ndodhë? Dijet, aftë, dijet. Sa është të në kë, ti e dopson këtë.
Po e negociojmë, po e shohim, derisa kjo shumë rreth kur po nisëm. Apo, çka ka lëviz? Kur gjë, distanca e njëjtë, lodhja e njëjtë. Veç ajo që e ka bosh, çka fitoi në fundin apo? Çka në fund? 20 milion euro e keni se shkon kom. A veni me munesa apo? Krejt vëllath. Apo? Krejt normal e ke punë. Është natyrshme kjo, s'është keq. Është natyrshme, për 20 milion euro. Në shtatë gjysmë zhak shkoj se do ka nevojë. Apo njëri këtë bën Allah. Mirë, sa po të jep Allahu për të shërbyer atij apo? Sa? Xhenet vëllaznia them. Smat në para. Nuk ka shifër numerike. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dashur sahabëve më u shpjegu çfarë valutë është sevapi. Për shembull, nëse themi ti dho për shembull 20 milion euro. Nëse nuk e dim vlerën e euros, çka bëjmë? I themi në lek sa bën kjo apo. Po me që dim vlerën zvesëm, po mos me ditë për shembull kushtimisht, a? Don çdo monedë, çdo valutë ka një kundërvlerë, që në bazë saj ne kuptojmë vlerën e monedës. O kështu? Normal apo? Ne nëse nuk kuptojmë fare valutat, ja kthejmë në ari. Kaç parë bujnë 2 kg ari. Mo shumë qenë aty. Dom në diçka duhet me pas. Mirë. Kur flasim për sevapin, shpërblimin e Allahut apo. Nëse dëna me kthy në kundërvlerë dunjos, a mund të themi një sevap për 100.000 euro, a mund të themi? Për shembull, kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në nxit me lezu Kur'an, thot, një shkruajnë 10 sevape. Nuk po them alif lam mim një shkruajnë, po them alif shkruajnë, lam shkruajnë, mim shkruajnë. Në 30 sevape. Ti po dëgjon një vlerë saktuar që e kam një sevape, një valutë që kam një sevape. Me pyet hoxhën, na përkthen lek këtë sevap apo burr sa bën? Për shembull, një alif me këtu 10 sevape. Me përkthy këtë sevap në lek sa bën? Me përkthy këtë sevap në dollar, në euro sa bën? A ka hoxh që t'ia përgjigje? Jo, wallahi s'ka. Që s'din. Nuk din, apo? Nuk din. Për shembull, ndonëse pejgamberi alayhi sallam ka thonë 2 rekate të sabahut, me ta parafru vlerën e sevapit. 2 rekate të sabahut, 2 rekate, 5 minuta. Khairun min ad-dunya wa ma fiha. Janë më të shtrejta se këtë dunja dhe çka konta. Sa bën dunjaja? A dini sa kushton dunjaja? Nuk e din Allah. Me blej New Yorkun sa kushton? A dini sa kushton New Yorku? Jo, mos di. Shtrejta shumë Allah. Aty veç në qendër sa bën. A din? Do ti nuk ke shifër numerike për një qytet. Sa të që i madhë, e për komplet Amerikën, e për komplet kontinentin, e për... Pastaj le numerike të mbi tokës, e të nën tokës, kush e të mlerën sa ka? Apo? Se dunja këtë është, mbi tokë, nën tokë, bjellë o dunja, hana është dunja, këtë në dunja këto. Se kur prishët dunja, këtë ka në prishët. Apo? Sa është vlera një ylle? Apo? Për shumë, sa mundën e prodhu rrim elektrike një vetim? Me e këthim pare pastaj. Një vetim, e dini, apo, që kanë thonë ekspert, po të kështë e mundësit të akumulohet vetima, një kontinent dhe i të bënë, apo. Ka energji të hatashme të madha, apo. Kërek të me përkëthy në euro, sa bënë? Jo, s'ka pare, apo. Andaj, kur po e këthim në euro, po keshëm, sa mire, apo. Kur po e këthim sevap, po thëjmë, inshallah, mire, apo. Se valuta sevap ende nuk është valutë me vlerë të madhe të naftën. Ende imani ka këtë rol, me e faktorizu vlerën e sevapit, apo duke i relativizu vlerët e tjera, të pak krahasueshme me vlerën e sevapit. Që kjo është feja jonë, unë shumë të folë imaginata për të inkoraju me diçka që të s'ekziston. Jo, a i keni një qëto ditë, po, që kosh ma shumë? Ka thonë peka, që kjo vlerë jonë? Që kjo është? Ama perdja, gafleti, hutia, kër i të gjojmë, po vëllaf, po sa hi? Ama dënë vëmendje, dënë kujdes të vërdushëm, dënë që rajës për qëtë me mu. Allah, kër në ka përmend gjenetin, nuk është për shembull një shpërlim imaginar, që nuk ekziston, nuk është kjo reale, po është për të na inkuraju për të mirë. A është kështu gjeneti? Jo, më reale është, ajo është i krijuar. Na besojmë se gjeneti është i krijuar.
Gjeneti zbukurohet çdo ditë për ty e për ato që e ka rreth. Apo? Thot Ibn Rajab rahimullah, thot si ka në hadith, çdo besimtar i është nda parcela në xhenet. Në momentin kur beson njëri, i dohet parcela e filonit. Ta është vazhdo ndërtimi. Thot Ibn Rajab Hanbali rahimullah, thot Allahu angazhon melek për t'ia ndërtu prunën besimtarit. Ti thua subhanallah, ata thonë erdh çiment të japën. Ti thua la ilaha illallah, erdhën tjegullat, apo gjithçka që ka bën ti këtu është investim për ta ardhmen tonë në xhenet. Nëse kështu e percepton jetën apo çysh shën se vapat ja. Çdo ditë të çedhe apo do dritare, të çedhe në stop dërgon diçka nga se ti i lidh nuk është gjë që më imagjinot, është real. E ne kërkojmë që nga abstraktiviteti dhe imagjinata me kthy gjenet në realitet. Se gjeneti nuk bën mu përjetu si abstrakt, po është real, është real. E realitetin e gjenetit e bën kush? Imani aktiv dhe imani funksional. E kur e din për çka po mundohesh, e kur din me çka shpëlesh, motivi a lëviz apo mbetet i stagnuar me, ja, lëviz, të njëri normal lëviz. Por nëse nuk beson xhenet, të lashët. Nga e që t'jep motiv të ndëvëllëzë është se ti e pjesë një gare që garuesit jenë shumë të përshtatshëm, kur t'im pozitiv. Për na, për shembull, ti në jetën tone je garues, nuk je tifoz. Në nuk jemi tifoz e të shikojmë Ebu Bekrin ka vrapon, Omerin ka vrapon, ose dukon këtë qarë që tifoz. Jo, ti e pjesë e lojës. Ti e pjesë e lojës. Në këtë lojë kërkohet me garu, ose e biku, garani. Kush janë garuesit? Shumë janë të përshtatshëm. Do me gjendjen tonë janë të përshtatshëm. Andaj kur e kupton si jenë garë, i ki dy çështje para veti. Apo? Çështja e parë është që të mundosh realisht garosh me ta. Kjo është më mira. Çështja e dytë është që në përshtatet e kjo është e mundshme. E dyta është që të japësh mundin e garës, të japësh mundin në garë, e për pjesën e mbetur të ngecjes të thua, valla i du shumë që ata në bashkë me ta. Edhe kjo është e mundshme. Që ta i ka gëzu shumë Enes ibn Malik një hadithi se ka në gara s'mund t'je me ta, ama pjesën e mbetur të ngecjes e mbushin me dashni për ta. Në garojna me Abu Bekrin, diri me një shtek. Kura i shkon shumë lartë, i themi, të dua, me ty jam, pritë Allah Gjellë Gjellë. E ka thonë pejgamberi son, ati që ka artë të i dërguari, i ka thonë, ja Rasulullah, unë du shumë, ama s'peti këna munda, edhe ti Abu Bekri shkoni në xhenet, unë kush t'i ku përfundoj, edhe ka fillu me qajtë. Dhe në dojnë nga pejgamberi son, është shtirë ka qimën. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ente ma men ahbabt, kime konë ma ta që i dënë. Këtë lajmë është i madhë, shikon e përjetëm këtë lajmë shumë tjertë. Sahabët i ka përtu lajmë e të tila si bombastike, lajmë i ditës së kona. Hëtë Enes ibn Malik, lajmë më të mirë, mas islamit s'këna një. Lajmë më të mirë një temë s'këm një, se kime konë ma ta që i dënë, jo ma ta që i garanë. Me garu për lajmë është avda. Ajo meri u dërzu për Abu Bekrit, jo të në avda. Në burë të s'ka kush të kalan. Me Abu Bekrin, ardhjellan, ama mund dushmon, angazhimin e jep, kërë kupton në qëfar gare e dhe për qëfar po garon. Dhe ka shumë faktor tjerë të nëzitjes motivit, ambicjeve, vullnetit, që ti më vej për mirë, më të zelë shumë, po edhe të avancojnë për te zbatimit në përjetime, në ndikim, me ndryshime, kështë më radhë, ka faktor shumë, duham me përmbydhe me një, nga faktorët është se veprimin konsideroje, ose garimin, e konsideroje njëri si afrim edhe si lërgim. Nëse ki fillun nga kjo pik me vrapu, ti i në dy procese, duke u larguar nga fillimi dhe duke u afrua ka fundi, është proces normal kjo punë. Mirë, e përmendëm se ti me vepra tua afrosh nga gjeneti, sa ma shumë afrosh. Mirë, afrimi nga gjeneti, nga çka të largon? Nga xhenemi. Në çdo vepër e mirë, një hap ma shumë se
ma largë xhenemit atë. E do t'jesh ma afër ma largë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, kush e agjeron një ditë kush agjeron. Sot është e dilla, nesër është e hanë. Nesër është sunet me agjeruar. Nesër. Akşami është në 4:15 të jos, nuk e di. Kërësën e shkurt. Shumë shkurt. Ka thonë pejgamberi kush e agjeron një ditë fi sabilillah. Nesër. Apo? E largon Allah nga xhenemi 70 vite. Paramëna, edhe tani me met nesër pa agjeru, problem Allah. A problem? 70 vjetë. 70 vjetë dëmon, 70 vjetë kalërim, me kalin ma fisnik, me mjetin e shpejt. 70 vjetë, sa është e distancë e madhe? Shumë atë, shumë distancë e madhe. E 2 ditë, e 3 ditë. Prandaj besimtari motivohet për bë punë mirë nga se din se çdo punë e mirë realisht është distancim e largim nga zjarri i xhenemit. Po kur e përjetojmë veten që jena mes xhenemit edhe mes xhenetit, kur tu e përjetojmë si reale, kur tu e përjetojmë si të afra, si të krijuara, jo si imagjinare dhe abstrakte. Dhe sa më abstrakte janë më larg, nuk i përjetojmë. E duhet që përmes imanit në xhenet e në xhenem ta konkretizojmë këtë besim në përjetim, në njohuri se është ekzistent dhe është afër neve. E këtu e në disa forca motivuese dhe lëvizëse që na shtyn për te zbatimit drejt shtigjeve të përjetimit, e ndikimit, e ndryshimit, e produktivitetit, e shumë funksionet tjera të imanit, që është begatia më e madhe që Allahu na ka dhënë. Imani është begatia më e madhe që Allahu na ka dhënë, prandaj është me të vërtetë është për gjuna që themi ne, apo që gjithë ky potencial, gjithë kjo begati, apo të shfrytëzohet veç në, për shembull, zbatim të disa obligimeve. Nëse potenciali është kapacitet shumë i madh, nëse imani funksionizohet edhe lëvizet dhe përdoret në atë që Allahu xhallahu ala e ka mundsu dhe për të Allah në ka udhëzu. Andaj e lutja Allah në mënduar që të mbush zemrat tona iman, e të në mundëson që ky iman të jetë lëvizje drejt punëve të mira në vazhdimsi, edhe në zbatimin e obligimeve, edhe në largimin nga punët e këqija, por edhe në ngritje të vazhdueshme në punë të mira, edhe në aspektin e sasisë, po edhe në aspektin e cilësisë, edhe në aspektin e zbatimit, po edhe në aspektin e përjetimit edhe ndryshimit, që të avancojmë në vazhdimsi përmes besimit edhe përmes imanit ton. Kjo begati që thash është begatia më e madhe që Allahu na ka dhënë dhe përmes së begatie realisht kanë kuptim të gjitha begatitë e tjera. Çdo begati në dunjë që e ki merr kuptim dhe përjetohet dhe shihet si duhet përmes imanit. Në mungesë të imanit as begati nuk e ka shihen origjinale çfarë e ka kriju Allahu te barekuhu te ala në te. Janë shije formale, janë fallse jo origjinale. Ai që mundson shihim origjinal të begative është pasë që të shihohet begatia kryesore që është begatia e imanit. Allahu i shpëlbej për vëmendjen, hoq Allahu nderoj për mundësinë, kënaqësi që isha sonte me juve në takoftë Allah gjithmonë punë të mira, e dhash Allah që të jemi gjithmonë në rrugën e besimit edhe në avancim të vazhdueshëm drejt kënaqësisë së Allahut dhe shpëlimit të tij. Allahu i shpëlbej, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi.